Fillimisht, më lejoni si një ideator dhe koordinator profesional i sjelljes së balancerit. Është naive të besosh se Komisioni për Selektim në Administratë Publike nuk e dinte se Nikolla që paraqitej si shqiptar në konkurs nuk ishte e vërtet, ose siç nuk ishte e vërtet kur Agroni paraqitej në konkurs si Maqedon apo si Turk. Pra janë emra imagjinor. Po ashtu do të ishte kulmi i naivitetit të besohet se kur menaxheri i institucionit nënshkruante vendimin e punës të një shqiptari ose maqedoni që ishte paraqitur si turk, nuk e dinte se kjo nuk është e vërtetë. Thënë thjesht ishte sistemi politik ai që nuk donte ballasuesi të funksiononte. Dhe kjo qasje nuk ishte aq ndoshta kundër etnive, sa ishte një qasje për të realizuar premtimet elektorale që kishin të bënin me shpërblimet e antarëve dhe simpatizantëve partijak me një vend pune në institucionet publike. Pra, balansuesi është keq përdorur nga të gjithë palët politike, niveli i keq përdorimit është mvarë nga fuqia politike e palëve që kanë pasur në ato kohë.